dhe numrova 30 gryka zjarri sipër dhe 30 gryka zjarri poshtë. Pra 60 pushkatarët vendosur. Mitralozat duhet ishin vendosur në 3 kullat. Ka formën e një këndi i cili kontrollon jo vetëm pjesën ballore të rrugës, të fushës, por në pjesën tjetër, siç do ta shohim edhe nga kamera, kontrollon edhe pjesën e rrugës. Ushtria italiane ka ndërtuar për kontrollin e rrugës, natyrisht që duhet të pasur rreth të tjerë, por që nuk i kanë rezistuar kohë, sepse siç e tham edhe pak më parë atje ku ishim ke në zona e Urës, lumi Vjos, që ndodhet jo më shumë se 2 kilometra prej këtij bunkeri ku jemi ne, ishte vija e frontit. Për te ishin ushtrit austro-hungareze. Dhe nuk e di pse shprishur pjesa tjetër. Ndoshta betoni është marrë shtyr dhe shpërdorur për ndërtime të tjera nga vendasit në periudha të ndryshme, ndoshta është dëmtuar nga goditjet e artillerisë austro-hungareze që e rrifte të zonë.